Shirin, zgjo më shpejt. U hodhe përsëri mbi mor? Do të kapin një ditë. Dima ku është? Në dhomë, qo, zgjo, kam një pyetje, zgjo tani. Çfarë pyetje është kjo? Djali yt më mashtroi mua. Si? Barbarosi e di sakt që me nderesi ma shiti familjen mua. Çfarë? Nga e di ai? Si e din? Atëherë djali yt ishte duke u bashkuar me një grup jetimësh, ai e kuptoi. E kuptoi se Nermini nuk ishte për të fajsuar. Dhe me njerë filloi të kërkoj në këtë shtëpi. Ai më hodhi një karrem dhe unë e hëngra. Ja çfarë ndodhi, si që kupton se shpejti gjithë do ta dinë se çfarë ndodhi atë natë, të gjithë do ta dinë këtë gjë. Mbarova unë? Dhe të gjithë do ta dinë se ishe ti që ja dhe fëmijën Nazmies. Mbarova. Jo, nuk ke pse flet për gjëra të këqija me njëherë grua. Pret ka një rrugdalje. Cila dalje? Do t'i them Barbarosit, unë jam baba i ti. Do të frasun ty. Mendo më mirë them. Ai do të na shpëtoj. Barbaros do të shqyej ty. Mendon se ai do të shpëtoj sepse je baba i ti? Nuk do të më shpëtoj mua, por ty do të shpëtoj. Ai do ta mbyll çështjen për të shpëtuar, kështu që gjithë do të shpëtojmë në këtë rast. E kupton? Nuk mundet. Nuk do t'i them Barbarosit, nuk mundem. Më mirë të vdes. Ose i thua ti, ose do t'i them djalit tim se unë jam baba i ti. Të jap kohë para festës, Shirin. Shkojmë taksin. Zotri Nizam po vjen. Taksin dal. Taksin. Hape derën. Vëlla. Hapeni rrugën, hapeni rrugën. Nizam? Unë e di ku ndodhet, zotri Nizam. Unë erdha. Hape. Zotri Nizam? Zotri Nizam erdha. Unë erdha. Largohuni. Jaft më! Qepne, të gjithë! Zoti Nizam, solla vajzën tënde, kjo është vajza jote. E rita gjithë këto vite, a se njeh atë? Ti e baba im. Qepe! E di që askush nga ju nuk e ka parë atë. E di që nuk je vajza ime. Të gjithë ju keni ardhur për 10 milion. Keni ardhur për ato para që ju kam premtuar. Por mos e bëni. Mos e bëni, vajzë. Nuk do të nxjerrësh dobi nga kjo punë. Shko te pragu i plot fuqishmit. Bëni lutjen e Bajramit. Shkoni në shtëpi, përqafoni fëmijët e tu. Jeta është shumë e shkurtër. Kush e di? Ndoshta ky është Bajrami i fundit që do të kalosh me fëmijën tënd. Unë dje shkova tek varri i gruas, por pash tokën e jo fytyrën e saj. Kam 23 vjetë që nuk e kam parë vajzën time. Mos e bëni këtë. Vlerësojeni familjen tuaj.
Ç'është kjo? Ja, mbani këto para, shkoni tek familja juaj. Vajza, djali, burri, gruaja. Shkoni dhe lutuni që unë të ribashkohem me vajzën time. Ju lutem, bëni kështu. Zoti dasht. Zoti dasht. I plot fuqishmi, let mos provoj asnjë nga ju me humje në një fëmijë. Amen. Ejani. Ju përgëzojt gjithve për festën. Për shumë vjet Bajramin. Eja, le të shkoj. Faleminderit zotrin. Për shumë vjet Bajramin. Ka për të gjithë, merreni. Me ngadal, urdhëroni. Merr motër edhe ti. Valla Sabit. Sot është Bajram. A është e mundur të vlesh kur është Bajram? Ngreu, hajde të shkojmë në shtëpi. Të gjithë fëmijët do të vinë për mëngjes. Hajde zgjohu. Mirë, në rregull. Në mbrëmje do t'jetë radha ime që unë të punoj. Edhe do t'i kërkoj vëlla zëpkëni që t'i lajenat. Edhe unë do të qëndroj prapa arkës edhe aty do të ndihmoj ty ta dish. Vëlla Sabit, jam shumë e vetmuar unë. Unë nuk jam ndjerë kur ka që vetme në këtë jetë, kur. E di që nuk është mirë. Nuk është mirë të angohem kur ti kështu, por nuk mundet. Unë nuk jam ndjerë kur ka që budalaqa në jetë, vëlla Sabit. Më duket sikur të gjithë din diçka, por vetëm unë nuk e di atë gjë. Duket sikur të gjithë e din. Arsyen përse u hodhe para kamionit, por ata nuk më thonë mua asgjë. Unë ata i pyeta, por të gjithë më thanë se nuk e din, por... Sikur njeriu e ndjen kur e gënjejnë të tjerët, më duket, vëlla Sabit. Ndoshta kjo është arsyeja pse Barbari po më shmang mua. Hajde, zgjohu dhe më thuaj mua, të lutem. Më vjen keq që nuk e kuptova me njëherë se çfarë dështyri ta bëje këtë gjë, vëlla Sabit. Më vjen keq që e kuptova, por nuk bëra asgjë. Më fal mua për këtë. Më vjen keq që ende nuk e kuptoj. Dhe që jam kaq budallaqe unë. Më fal mua.
Gjylajqe, e dashur Auvonova? A ikën vëllezërit? Vëlla Mete erdhi për të takuar mjeku në vizit, ndërsa vëllezërit shkua në xhami ata. Mirë, hajde, dile dhe ti jashtë. Fëmijët do vinë për mëngjes pas lutjes tani. E përgatita në këtë mënyrë, ti shtroje tavolinën. Mirë. Gëzuar Bajrami vëlla Sabit. Zgjohu kur të kthehem unë në rregull. Sa shumë që më mungon mua. Motër gëzuar Bajramin. Vajz? Je rritur tashmë, a ende do më puthesh dorën? Pa marrë parasysh se sa të rrite. Unë gjithmonë do të puth dorën e nënës time të vogël. Gëzuar Bajramin, Gjylajqja ime. Gëzuar Bajramin e dashur. Hajde. Përshëndet e Barbarin. Ai nuk do të vi? Përse të mos vi? A i erdi për ta vizituar Sabitin? Qëndrojë prapa tavolinës të parave me ne. E po, ai nuk vjen aty ku jam unë. Nëse jam unë, atëherë ai nuk shkon, më shmang mua. A, përse? Ose për shkak të një problemi që nuk mund të ma tregoj, ose që i thash se e dua të. Çfarë? Motër, pse më bën ta përsëris këtë fjali tani, nuk e kuptoj. Po unë nuk e kuptova, sikur murmuriti diçka. Çfarë the? I thash atij se e dua pra. Ndërsa i më ka shmangur që atëherë. Çfarë të tha ai? Më tha pse luaj me ndjenjat e ti pra. Kjo është e gjitha? Ai ka një problem për të cilin nuk mund të më tregoj. Më tha se do të vlisnim pasi Sabiti të shërohej. Dhe të shohim nëse do të më duash pastaj, më tha. A do të tregoj ai? A dhe ti e di? Jo, nga ta di unë. Apo jo? Po vlas gjërat e pa kuptim ta pra, uf. Kohët e fundit më duket se të gjithë dinë gjithçka, por nuk më tregojnë mua asgjë. E po mirë, unë po shkoj që të mos vonohem, do të shihem. Hajde.
ikën, po ikën zipkin kape. Nuk dua. Do të kap, do të kap. E ani këtu mos ik, eja këtu. Nuk më pëlqen uji, nuk më kupton. Ja këtu. O zot durim. Mos ik ashtu o djalë. A do mirem edhe me ty, durim. Eja këtu, laje fytyrën, bëj avdes. Unë nuk po të them se nuk do të marr abdes. Unë do të marr abdes, por pa ujë. Qarë tha Aliu? Se nuk ka abdes pa ujë. E ja këtu ujë rrjedh kot. Mirë, do të marr abdes, por do t'i laj vetëm duart dhe jo fytyrën. Do me thënë, të vjen keq për baltën tënde. Ka katë shumë vite në këtë baltë. Për shkak të kësaj papastërtie ti ke gjithë kohën. Zbrit me një herë poshtë se do të lag me ujë. Miku im, ujë po na prish, po na prish. O zot. Në rregull pra. E po nëse nuk bën banjë, nuk do të shkosh në xhami. Të gjithë paratë e xhepit do të mblidhen nga zipkin dhe sabit. Çfarë? Ata do t'ja japin para xhepit, apo jo? Sigurisht, çfarë mendove? Pare Bajrami, o sa bukur. Do të thosha që nga fillimi? O, zot, fal zotit. Merxhan, baje ujin, baje. Unë do t'a bëj me të mirën time. Fillo. Kështu pra. Si bëhet abdesi? 3 herë duar, 3 herë goja, 3 herë fytyra, 3 herë hunda, 3 herë dora e djathtë, 3 herë dora e majtë, 1 herë koka, 1 herë veshët, 1 herë qafa, këmba e djathtë, këmba e majtë dhe kjo është e gjitha. Betojmë se ka mësuar për menç. Sigurisht, çfarë mendohet ti? Sabit im është kështu. Ai është i pari që bëri një banjë. Të lumt Sabit. O djalë, laj duart një herë. Ja kështu pra. Allahu Ekber. Semi Allahu limen hamide. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allah. Për shumë vjet Bajramin. Gëzuar Bajramin. Gëzuar Bajramin. Faleminderit shumë. Për shumë vjet Bajramin. Faleminderit. Gëzuar Bajramin.
Gylajshe? A je këtu, vajzë? Mirë se erdhët. Hallaqer, gëzuar Bajrami të but dorën. E gëzosh Bajramin edhe ti. Qenjë, le të kemi Bajrame të lumtura. Ku të gjithë ju të jeni të lumtur edhe shumë të dashur. E gëzosh Bajramin mbi ejme. Amin. Gëzuar Bajrami. Urime edhe ty e bukura ime. Shpirtim. E po, Lara... Gylajshe, për fëmijët, kuptohet edhe për ty, kemi blerë dhurata për Bajram. Përse u hargjuat ju? Është Bajram, dhe është traditë të japish dhurata për Bajrambi. Kjo është për ty. Por unë nuk ju kam blerë as që juve. O, Zot! O, Zot im! Ashtu, më vjen keq unë ashtu. Kjo që nga shumë e bukur, pra... Vishe tani, vajzë. Unë prandaj bërë ashtu. Unë kam gatuar mëngjesin, he? E nëse ju nuk keni ngrënë mëngjes, ne mund të bëjmë bashkë ashtu. Jo, nuk do të rrim për mëngjes, vajzë. Vëllajim, po më pret në shtëpi, i cili duhet të përgëzohet për festën. Kur përmendet vëllaj, të gjitha ujrat ndalen, pra. Sabiti si është? E njëjtë. Është të shtrirë, pra. Vëllai im, ai është në koma ai vetëm. Edhe unë këtu e vetme. Hajde tani. E dëgjove se çfarë tha? Vëllai im është vetëm atje, unë jam vetëm këtu. Edhe vëllai im është në shtëpi vetëm. E janë i përsëri. Ne nuk e njohim njëri tjetrin, por përshëndeteni vëllain tuaj. A mundet? Në rregull. Do t'i them. Sigurisht që do të vi, po. Gëzuar Bajramin. Gëzuar Bajramin. Vëllai Metja nuk do vi. Kam gatuar mëngjes për 3 persona. Shiko këtu, ai shkoi për të kërkuar një mjek. Gëzuar Bajramin atëherë. Ta gëzosh Bajramin. Gëzuar Bajramin, vëlla Sabit. Ali? Sabiti më shtrëngoi dorën. Qa po thua? Përbes. Sabit. Sabit? Vëlla Mete, Sabiti më shtrëngoi dorën. Është dridhje muskujve.
Po, do njëherë ngatrohet me shtrëngimin e muskujve. Unë po të them se ai më shtrëngoi dorën, për besë bëri. Ajo flet të vërtetën. Unë e shtrëngova. Ore vëlla, i e zgjuar? A je mirë? Çfarë më ndodhi mua? A nuk të kujtohet? Doktor, mos ka ndonjë dëmtim të trurit? Kjo do të dihet më vonë. Sabit, çfarë të kujtohet më në fund? Ishte një kamion. Sakt? Ashtu është, kishte një kamion, a jem ban mend? Në rregull, mos të mendoj, mos u mërzit, në rregull valla. Nëse më lejoni, dua ta ekzaminoj pacientin. Në rregull. Ju lutem, shikoni dritën. Tani të shohim. Sa gishta? 3 gishta. 3. Jo 3, por 3 gishta. Çdo gjë është në rregull me të. Ai është si një ujk. Ky është Sabiti jon i zakonshëm. Pritni jashtë ju. Lëreni doktorin të mbaroj ekzaminimin. Në rregull. Ndiqe dritën tani. Falë Zotit. Falë Zotit. Kisha shumë frikë se nuk do zgjohej më. Kisha shumë frikë se mos ai mbetej i gjymtuar. Kërkoj falje. Unë nga gëzimi. Shumë mirë, në rregull. Ali, ai tani ka shpëtuar, por nëse Gylasha shkon te babai i saj, çfarë nëse ai e bën prap? Ja të shkojmë. Mjaft më vajz, i mbushe të gjitha pjatat me pasta, vendos vez. Përshëndetje. Përshëndetje. E ku është Haxheri unë? A nuk po festojmë? Zotri vëllam. Hala dhe mbesa e saj po bëjnë diçka të betohem. Ata zhduken gjatë gjithë kohës, edhe në riva ishin kështu. Madje unë dhe Menderesi biseduam, së shës biseduam. Biseduam se çfarë po bënin vallë ato? Ne nuk po bëjmë asgjë, zonja Kunat. Ja ku jemi. Ku ke qenë, Haxher? Ne u dham dhurat jetimeve vëlla për festën. Është Bajram vëlla. Shumë mirë, Haxher. Le ta festojmë festën gjithashtu. Të festojmë Bajramin. Të festojmë tani Bajramin. E gësovësh Bajramin, vëlla. Urime, vëlla. Haxher. Shko. Nëse je e mërzitur se të premtova se do bashkoheshe me vajzën time për Bajram. Unë nuk e mora si premtim. Themi se ishte vetëm një dëshirë. Mos u mërzit, motër. Unë do të sakrifikojmë për ty, vëlla. Urime, motër shpirt.
Djalë, Gëzuar Bajramin. gëzuar Bajramin edhe për ty. Gëzuar Bajramin. Gëzuar Bajrami. Gëzuar Bajramin edhe ty. Gëzuar Bajramin, zotri. Gëzuar Bajramin, vajzë. Gjaxha, urime të qoftë Bajrami. Edhe ty, vajzë. Ja këtu të përqafoj. Gëzuar Bajramin. Me dëshirë të Zotit do të kesh edhe shumë festa tjera. Ja, i kjo është për ty. Ha? Mere. Faleminderit. Hall? Vajs, Gëzuar festën edhe për ty. gëzuar edhe ty. E vetmja, eja këtu, dhurata jote është këtu. Vajs, eja, nuk uruam njëra tjetrën? Tani më thuaj, mami yte pa? Mos pyet, ndryshuan fjalë kalimi, nuk mundën të hapnin. Çfarë po diskutoni ju atje? Asgjë, e falenderova për dhuratën. Baba të ta puth dorën. Shpirti babait, Gëzuar Bajramin. gëzuar Bajramin zemër. Merre këtë. Faleminderit. E një atëherë. Hyma. Sultanesha Shirin. Faleminderit. Mund të kesh shumë njerëz që do të puthin dorën tënde, vajzë e bukur. Gëzuar Bajramin. Ju bëft mirë të gjithëve. Ju bëft mirë. Shirin, Zoti shëndet, të lumshin duart. Le të japë Perëndia atyre që nuk kanë. Urdhëroni, ju bëft mirë, gëzuar Bajramin. Ju bëft mirë. Sultanesha Shirin nuk dua çaj. Në rregull, zemër. Mjafton, faleminderit. Ju bëft mirë. Mos e mbush shumë timin. Hidh më pak. Në rregull. Zonju Shakunat. Sot është fest. Ti the se ishte një arsye për të veshur një kostum, pranova. Bajrami tashmë ka ardhur, ju ende nuk keni një kostum. A je serioze, motër? Nuk hëngre, nuk pive asgjë, por pritë mëngjesin e festës që të mi thuash këtë fjalë apo jo. Vetëm mendimi yt mbetin gjithmonë prapa. Nuk është edhe aq mirë të mendosh për gjëra materiale. Nuk e vesha për një muaj dhe e harrova. Çfarë? Apo, e shite arin për të paguar borxhet e Menderesit në Bixhos, apo ja? Jo dha aq motër. Amak, ke filluar prap të luash Bixhos? Jo vëlla, çfarë Bixhosi? Ku janë atëherë solitarit? Zote im, ata janë atje? Ku është vendodhja? Ku të jetë tjetër, lart në kasafort? Ha, në rregull? Ta hapim kasafortën, vëlla. Le të shohim atëherë, ari qëndroni qetë apo jo? Ose Bixhos, ose diçka tjetër. Ata po bëjnë diçka, vëlla. Turp të qoftë, motër. Vetëm shiko se çfarë bën. Edhe unë mendoj se ata duhet hapen. Ke ndryshuar fjalë kalimi për kasafortën gjithashtu. Turp të qoftë ty. Nuk të vinte turp të shkoje të kontrolloje fjalë kalimin mbi. Mos e shty vajzën tani. Unë doja që ajo të shite. Kjo kasaport do të hapet. Nëse stolit nuk janë aty, nëse fillon të luash Bixhos përsëri, nëse më bërë të përkuli kokën edhe një herë, Zoti e di, do të nxjerr jashtë Menderes. Shko.